Nuk e di, nuk kam fjallë për këtë eksperiencë, është di me thamë shumë faleminderit sepse ke bërë realisht në përballë me disa dhimbje, që thellësi shpirtit që kam evitu gjithmonë për me përfaqësues me përballë. Nuk kam dhimbje. Kjo eksperiencë këtu ishte një gjë shumë e bukur dhe mësova shumë gjëra të tjera të bukur. Nuk e di se sa e varfën do të kishte kënë në jeta jeme, po mas kisha hyrë këtë rrugë, po jam shumë injos. Pjesa që më pëlqeu më shumë ishte pjesa e meditimit dhe pjesa e trajnimit. Si mund të kontribuojmë gjithë që ta shprehim se çfarë mund të marrësh, jo vetëm thjesht për të parë Valbonën dhe mrekullitë e Valbonës, por thjesht edhe se si ti përkthesh në gjëra që mund të të blejnë në një të ardhme, qoftë një qetësi shpirtërore, qoftë biznes, qoftë kalimin e pengesave që kemi gjatë rrugës. Besoj se kam marrë shumë nga ky udhtim dhe sigurisht që do vazhdoj përsëri të ndjek këtë udhtim. U kënaqja shumë dhe faleminderit shumë për këtë mundësi. Është hera 4 që vim Valbon edhe çdo vit kënaqem akoma më tepër. Është një ndjenjë shpirtërore që të jep një energji të jashtëzakonshme. Është gjithçka fantastike. Hera parë që vim këtë trajnim, më ka pëlqyer pafund, kam kaluar shumë mirë, çdo gjë më është dukur perfekte. Për më shumë se 2 vite që jam pjesë e trajnimeve termalit, kam ndryshuar aq shumë gjërat e vetja dhe më kanë ndihmuar aq shumë. Gjëra që kuptova është që jena pothuajse të njëjtat frekuenca, edhe është shumë e bukur të rishtë të frekuenca. Edhe do jem prezent jo vetëm në Valbon, por në çdo eksperiencë që ju bani, realisht jam shumë e kënaqur.